Kur trajtohet me dialog, respekt dhe transparencë, tensioni mund të kthehet në një proces pozitiv ndryshimesh. Në përfundim, tensioni brenda një partie politike është një tregues i dinamizmit të brendshëm dhe ndryshimeve të qëndrimeve, por nëse nuk menaxhohet me mençuri, mund të kthehet në krizë të thellë politike dhe organizative. Gjatë javës nga data 1 tetor 2025 deri në datën 7 tetor 2025, Partia Demokratike u përball me tension të dukshëm të brendshëm, të cilat u reflektuan jo vetëm në debate politike, por edhe në mënyrën e organizimit të strukturave të saj. Këto tensione shfaqen kryesisht për shkak të dallimeve në linjat strategjike dhe taktike të partisë pas zgjedhjeve të fundit dhe përballjes me sfidat politike dhe institucionale në vend. Nga shkaqet kryesore të këtyre tensioneve ishte mosmarrëveshja mbi mënyrën e reagimit ndaj ngjarjeve të fundit, si miratimi i programit të qeverisë më 1 tetor 2025 deri në vrasjen e gjyqtarit Asit Kalaja më 6 tetor 2025. Disa drejtues të partisë kërkonin një qasje më agresive ndaj maxhorancës dhe